Kur ndodhi përmbytja? Sa ditë po bën? Po, ka ndodhur 3 herë që është bërë përmbytje, po bën ja 2 ditë. Dhe si është gjendja? Gjendja shumë keq, do të skandaloze. Është normal. Po pse? Çfarë është mbjell këtej? Domate, spece, trango. Vetëm sera? Serat. Të gjitha janë në ujë? Të gjitha në ujë janë. Janë hapur dike tani se shpërthejnë ato qa bene ta japin, për mos ashtu shpërthyre. Sa demo është kaktuar? Teraserat ande, me ashtuja. Teraserat do janë kështu skandaloze. Prodhimi u prish. Tani i prishur është e gjeri sa është në ujë, si puna ati të zokut i ngortë. Ashtu është dhe ajo, domatja. Që nga muaj tetor, nga data 25 tetor dhe deri tani në datën 21 shkurt, kjo zonë rreth 100 hektar sera që janë këtu, është përmbytur 4 herë. Përmbytja e fundit ishte para 2 ditësh. Përmbytja e fundit ka qenë mbrëm, nga dje, par dje ka dalë 2 net rresht lumë. Dhe ne nuk përmbytemi, si janë ujërat e shiut to. Këto janë ujërat e heceve. Andaj i lutem shumë qeverisë për te i kanë tërtuar ato hecet. Shumë mirë bërë dhe shetin e tjera tëra, por neve duhet na japin dhe më shpërblimet tu. Serat janë të gjitha në ujë. Ne nuk kemi mundësi të mbjellim me këto sera. Pse nuk i mbjell dot me, se kanë ujë akoma se... Po ku do gjesh pezimet me 4 dëlymë serë që ka mune, dua 5 milion herë të mbjellu. 3 herë të mbjella na 5-15. Ku do t'i gjejmë këto shpenzime? Ne me këto sera kemi vite tëra. S'kemi ikur as emigracion as gjë, me qëllim që të punojmë këtu të ushjemi në një tonë. Ju prishi gjithë prodhimi? Prodhimi ka ngelur, po thoshe që asnjëherë se kemi shit, asnjëherë. Radhën e parë në muajin nëntor ngeli tërë brenda prodhimi. E mbullën më muajin 5 janar, i shkullëm prap. E shkullëm, e bëm gati, e mollëm, doli prap bardhije, ato nuk mbjellën me. Sa sipërfaqe keni ju si Unë si vlezë, si Goriçan, këtu mund të jenë 150 hektar sera. Në këtë zonë nga aty dhe dalësh lart 150 hektar. Që janë përmbytur. Dhe kjo zonë këtu tani do një emergjencë, do një agjator që është rreth 2 kilometra. Nga pomba deri tek pomba lart. Erdhëm në të bordit të kullimit Bardhije, i matën, i bën tëra dhe shikojmë na ka dhënë shpresë. Po duhet emergjente. Kjo është emergjente. Në fshatin Goriçan, Bashki Dimal është emergjencë numër 1. Nuk sa do ajo tokë që të thahet në mënyrë që ju të prodhoni prapë? Pa ajo ku thatë në 20 mars. 20 mars ku mbidhet? Çfarë do mbidhim në 20 mars? 20 mars mbidhet një fushë, prodhimi vetë 200 lekë. Kështu që nuk kemi shpresa. Pra po thoni që jeni të falimentuar. Si fermer neve zonë e Goriçanit jemi të falimentuar. Bashkia e Dimalit nuk e di, shteti, qeveria të marrë masa me tecet hidrovore që i çojnë asi është, se di si i çojnë. Përmbytjet të ne lumi kemi 30 vjet të sera. Dilde lumi, po dilde ja ty. Çfarë kërkoni nga shteti? Ne nga shteti kërkojmë dëm shpërblimin numër 1 dhe e dyta emergjencë thash agjidatura 2 kilometra të bëhet se këtu nuk prodhohet më. Nëse do që ky popull të rri këtu të punojë të ushqet, bëhet kjo. Nëse s'do, të shpërngullet me ne dhe të ikim në emigrim edhe kjo është puna. Faleminderit. Sa herë jeni përmbytur? Ere fundit? Do bën 2 ditë. Çfarë e kishit mbjell? Domate trango. Të gjitha u prishën? Të gjitha. Çfarë i bëhet prodhimit? Çfarë bën? Do shkullin ta mbjellin prap. Kur bëhet për ta mbjell? Do një muaj. Ndërkohë, kanë ardhur, ja u kanë parë çademi? Kanë ardhur, kanë parë, kanë ikur. Po në ato përmbytjet e para, morën një dëm shpërblim? Jo. Dhe sa dëm ju është kaktuar juve nga të gjitha këto përmbytje që keni shkullur e keni mbjell? Me kemi mbjellë 2-3 herë, dhe 1 milion lekë për dëlym. Do më thëmë po shkoni drejt falimentimit, po më thua? Drejt falimentimit. Jo, sa sipërfaqe keni vetë? 2 dëlym. Çfarë kërkoni nga shteti si fermer? Çfarë kërkojmë ne? Ato fidanet kërkojmë. Dhe i gjithë prodhimi? Është i marruar. Tani ju bie nga fundi i marsit që ta mbjellni. Fundi i marsit. Dhe sa lekë ju duhen për ta mbjell prapë? 2 milion. 3 herë nga 2 milion? 6 milion. I keni marrë kredi ai? Ca kredi, ca vetë, ca... Po mos ju ndihmoj shteti, po më thuaj që keni mbaruar. Po, i mbaruar e se kish. Kjo është e vetë një hapër që keni. Me këte ushqeni familja. Po.
Po, 7-8 terma që kur filloj për mbytur, tani jam mbytur tërë këtu. Me qenja, me këtu i morën shumë lartë, që ka jo, i vendat i ku majtën tërë, vëmë. Ca e shumica ikën. Këtu është stall me Me dhemë. Janë dhe viqët anë dhe poshtë. dhe sa kokë ju kanë marrë lumi, sa çfarë demi është? 7 krerë, ushqime atje janë ka marrë materiale tëra, të ushqime vazë tëra, misër, tagjim, komplet. Sa herë është përmbytur? Po 7 termoj, të them. Mbytur ka dalë ujja dhe mbrëm doli këtu. Po erdi lumi mbrëm, herë gjanë dhe herë këte. Llogaria vjen dhe gjanë dhe vjen këte. Po pse vjen, se po hapen digat, si? Po digat me, kush po vjen. Ato digat tëra hapen kështu, hapen një ato dhe. Kur vjen lumi, keni të mundur të shpëtoni diçka për shembull nga kokët e baktive? Po ku po erdhi ku do vjetë unë, ajo vjetë gjithë këtu. Del ato njëra tikin ande, morën tëra ikun. Ka ardhur njeri t'ja u verifikoj demet? Ka në ardhur asë njeri s'ka dhenë. S'ka dhenë dorë zemër t'japi ta gjipë për ndrenë këto. I bleu prap denjë, ashtu jonë, gati gjithë ato 1500 balla jonë që i mori lumi komplet tëra. Po. Sa demi është kaktuar në lek, mendoni? O, shumë, nuk llogaritet. Çfarë i kërkoni shtetit? Shtetit kërkojmë tëra këto, ja, duon të anë ato. Digat mos qojmë, pse qojnë gjithë ato digat, për çfarë vinë këto, gjithë këto. Ja, shikoj sera si ka bërë lakrat, shikoj. Komplet, 28 dera. Këto janë lakrat të ushqimit baktive? Këto janë për kokë, lakë kokë për ushqim, ashtu. Po, ato ikën gjithë ato dhenë, gjithë ato kretë. Ta 8 kokë ikën kështu. Pra demi është shumë i mas. Qenja nuk llogaritëm. I shpëtuam i kemi nxjerrë, ca i kemi nxjerrë këtu, ca i kemi këtej. A erdhi mbrëm prap. Mbrëm rrafsh që këtu. Erdhi dhe vetë ai pronari këtu. Tërë. Këtu në Goriçan, çfarë demi ju shkaktuar ju? Tu është ere 4 që del lumi, ere 5. I kemi mjell 3 herë i kemi mjell tani, brenda muajt, 3 herë i mori lumi i shkulli. Pak në vit na shikojnë na lek fidani na gjë, çfarë do kërkojmë tjetër ne tash? Çfarë? Me çaj kishe mbjell? Domate kisha. Dhe çfarë do t'i bëni atij prodhimi tani? Tash s'ka më prodhim, tani ka vajtu balta ngjut atje. Do ta shkulni? S'ka e shkulli e mori lumi atë, nuk ka. S'ka asgjë tash. E sa ta herë është që përmbyteni? Ere 4, ere 5, doli mbrëm prapa, ere 5 është. Dhe çfarë demi ju është shkaktuar? Demi atje është ere 4 nga 3 milion lekë vetëm fidani. Leri këto tjera, se këto s'me llogarisin fare, plera bazë, këto punime traktora gjëra se llogarisin fare. Nuk dim çfarë të bëjmë, nuk. A ka ardhur njëri për të parë dhe për të verifikuar? Jo, nuk. Absolutisht as nuk e kanë marrë mundime fare. Në këto herë përmbytje, juve në lek, çfarë demi ju është shkaktuar? Në lek, hiç, llogaritje 4 përmbytje, nga 3 milion lek, 12 milion lek, me 2 dylim serë që kam unë, pa ta që ka nga 5 e lartë, nga 1 hektar. Ky është vetëm burim jetese për ju? Po, në këte, ne s'kemi gjëra tjera, ne vetëm serat kemi. Me këtë Se ushqim. shikoni vetë, Goriçani vetëm sera është, s'kemi. Këto janë të ardhatora. Tashi? Tani sa do ajo serë të mbillet prap? Ajo tashi do të paktën 3 muaj, se tani po fle ujë brenda atje. Tashi nuk kuptohet me lumi me serën është bërë një herë, vetëm ujë. Po s'na bie as në peshk, pak tam në peshk. Domethënë 3 muaj dhe prap dhe 3 milion lekë të tjerë. Edhe 3 milion tjera, edhe do dalin prapë, se prapë ne s'kemi garanci. S'kemi garanci. Sa ta herë është që është mbytur? Herë 5, që dolim mbrëm prapë herë 5. Çfarë apeli keni si fermer për shtetin? Apel shtetit të vinë, të shikojnë, na japin një dorë. Ndihmë se jemi në buzë lumi, do na marrë edhe ne. Ot na hedhin brenda lumit, na japin një dorë. Shikojnë çfarë mund bëjnë, na bëjnë ajër gjina tut, na bëjnë gjë se vallai kështu jemi të dorëzuar. Pra po thoni që keni Jemi të falimentuar. braktisur totalisht në shtet. Pra edhe keni po shkoni drejt falimentimit, po thonë. Jemi të falimentuar, jo drejt falimentimit, mbaruam, u dorëzuam, s'kemi më nga ja. S'kemi më, edhe rrugën na i ka prishur. Kërkoni deri aty vetes se ose kam serën këtu kam ata, ne ka prishur dhe rrugën. E pastrova një vetë me skrep, e shtrova, e prishi prapë. As na komuna nuk vjen njeri, asgjë, hiç fare. Jemi si në mes jetë këtej, nuk kemi shtet, s'kemi qeveri. S'dim çfarë të themi. Demi na përmbytje tu nuk llogaritet.
në lek. Çdo mbjellje këtu shkon jo më pak se 3 milion lekë të vjetra. Kjo është hera e 5 që ne përmbytemi. Në vjeshtu përmbyti me prodhim ajo brenda. Në kohën që filluan çik çmimet që të lëvizdin, erdhi lumi e mori atë. Ja dhe tashi në janar prap sapo u mbolti, u mbyti. Ne i përgatitëm prap përsëri u mbytëm. Demi këtu nuk po dalin. Era e fundit kur përshë? Era e fundit që para 3 ditësh. Po ky është uji i digave, mbrem përsëri këto u gdhin me ujë sot. Ky është uji i digave dhe unë e kem ngultë që është uji i digave, sepse dje nuk patjetër shiu. Sa do toka tashti që të mbillet sërish dhe jo vetëm në kohë, por dhe në lek? Jo më pak se 1 muaj, sepse këto u prishti struktura e tokës këto. Në gjithë to përmbytje. Pa në lek pasaj mos e llogarit 1,5 milion i do fidan ajo, po ku do gjem fidan se ne s'na ndihmon me njeri. Ne e kemi tepruar me të gjithë, mere mo paguaj ku do vemi neve. Pra po thoni se po shkoni drejt falimentimit? Të falimentuarin 100%, jo se po shkojmë, po të falimentuarin 100%. Të gjitha pa ndihmën e shtetit këtu nuk merru kjo puna jonë. Çfarë kërkoni nga shteti? Nga shteti ne kërkojmë të parën dhe urgjente ndërtimin e një argjinature që të mos dalin me lumi këtu, dhe e dyta një ndihmë sa do e vogël tjetë nga shteti për pagimin e këtyre fidanëve që ne kemi humbur në çdo mbjellje. Që në çdo mbjellje këtu jo më pak se 3 milion lekë të vjetra duhet për 1-2 lymë. A kanë ardhur, i kanë verifikuar dëmet në vend, e kanë parë? Po këta të bashkisë kanë ardhur, që në makinët kanë bërë ndonjë shënim si mas udhëzimeve që ata kanë. Për na bashkia zero ndihmë. Shikon këtu as një pastrim kanali, as një tumbino e vendosur, as rruga e shtruar. Të gjitha këto i kemi mbajtur me xhepin ton. Jemi mbledhur të gjithë bashkë duke paguar kush 1 dhe kush 2 në një makinë me çakull që e kemi mbajtur rrugën këtu. Është e vetmja mënyrë jetese për ju dhe banorët? Për mua personalisht, po dhe për të gjithë, edhe për të gjithë fshatin. Kjo është e vetmja fushë që është rreth një 300 hektar që prodhojmë si perimet në sera, ushqimin e bagëtive, frutat gjitha, fshati jonë me këtë mbahet e gjithë. Prandaj që zgjidhja është vetë se një argjinatur, që atë vetë se shteti ndërton. Se ne jemi të pafuqishëm, edhe na ekonomia po dhe na mjetet. Ne mezi po mbyllim muajin. Jo me të investojmë në gjëra tjera. Sa dylym? Me çfarë kishe mbjell? Domate. E kemi mbjell që në tetor, hyri, në 8 janar i mollëm 3-4 ditë mjella, hyri prap. I mbollëm prap tani hyri, tani s'tim që të dheme. Çfarë demi ju është kaktuar? Dhemë kolosal. Me çfarë kishe të mbjell kësaj radhe? Domate. E shkule? Ati brana e shprishur. Sa do kjo tokë të rimbjellet? Mbi 1 muaj. Po në lek? Mbi 1 muaj. Lek mos e pyet sepse sa herë janë milla ata llogarit në 1 milion lek. I bie 3-4 milion lek janë. Pse jeni përmbytur këto herë të fundit? Nga dikat. Jo më fundit më erdhi. Hyri brana. Çfarë kërkoni nga shteti si fermer? Nga shteti çfarë kërkojmë ne? Sado pak na dëm shpërblejnë. Blejnë një ageratur, është me emergjente. Nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Ne këtu jemi totalisht falimentor. Kjo është e vetmja mënyrë jetese për ju? Nuk kemi se nga vemi me. Pra me këtë ushqeni? Kemi se nga vemi me dhe vetë se dim si që do bëjmë. Me. Prandaj, kjo është zgjidhja. Apeli juaj për shtetin? Apeli e shtetit duhet t'i shikoj. Mediat vinë, nuk e ka dëgjuar fare. Se qa bëhet të Ngorica? Doli 1 herë, do shëndrali, doli 2 herë, doli 3 herë, po gjithë një këtë më betë është. Ne vetëm se vim rruga ura lartë poshtë. Në kemi që bëjmë.